Organizata Dorcas Albania në kuadër të nismave të saj sociale dhe mjedisore ka ndërmarrë sot një aktivitet vullnetar në bashkëpunim me nxënësit e shkollës së fshatit Mollaj. Aktiviteti u fokusua në 2 drejtime të rëndësishme: kujdesin për mjedisin dhe solidaritetin me shtresat në nevojë. Së bashku me nxënësit, vullnetarët e Dorcas Albania mbollën pemë në oborrin e shkollës, duke kontribuar në gjelbërimin e hapësirave shkollore dhe duke ndërgjegjësuar të rinj mbi rëndësinë e ruajtjes së mjedisit. Sot ne jemi këtu për një aktivitet shumë të bukur, mbjelljen e pemëve, një projekt që vetë nxënësit e shkollës Isuf Dalipi Dvoran e kanë ideuar dhe në bashkëpunim edhe me Korçën Alpin do të mësojmë më shumë për mbjelljen e pemëve, se si ata të kujdesen edhe në vazhdimsi për një komunitet më të mirë. Nxënësit u përfshin aktivisht në proces, duke e kthyer këtë nismë në një përvojë edukative dhe frymëzuese. Ne, me iniciativën e Dorcas Albania, ne si shkollë Isuf Dalipi Mollaj artuam një projekt të quajtur Këndi i Harmonisë. Në këtë projekt ne bashkojmë brezat. Planifikojmë të krijojmë një vend ku të luajnë fëmijët dhe të moshuarit të qëndrojnë, por ndërkohë që qëndrojnë ata të na mësojnë se si rriten pemët, duke qenë se pemët janë të rëndësishme dhe ne si zonë njihemi për kultivimin e tyre. Paralelisht me këtë aktivitet u përgatitën dhe pako me dhurata që do të shpërndahen të moshuarve të vetmuar, si një gest human dhe mbështetje morale për ata që kanë më shumë nevojë për kujdes dhe vëmendje. Një tjetër aktivitet shumë i bukur për këtë fundvit janë dhe paketat e mirësisë, një paketë që do të shkojë për 100 gjyshër të vetmuar, të cilët nuk marrin një dhuratë për fundvit, do të përgatiten nga vetë nxënësit e shkollës dhe do të çohen në çdo familje për të dhuruar ngrohtësi në këtë festa. Ndërkohë, organizata Dorcas ka krijuar aplikacionin Volonte, një platformë digjitale që synon të afrojë dhe koordinojë vullnetarët në nisma të ndryshme sociale, mjedisore dhe humanitare. Kjo vjen e gjitha në kuadër të një projekti financuar nga Smile.al dhe Fondacioni Credins për angazhimin e vullnetarëve. Në fakt ka qenë një nga fokuset, një nga aktivitetet më të rëndësishme të këtij viti të Dorcas Albania. Siç e thash fillimisht me mbështetje të Fondacionit Credins dhe Smile.al dhe më pas me një financim tjetër të Fondacionit Dorcas International, ne kemi organizuar shumë aktivitete që kanë pasur qëllim angazhimin vullnetar në qarkun e Korçës dhe jo vetëm, sepse kemi pasur dhe aktivitete në Tiranë. Kemi krijuar një aplikacion, të cilin po e prezantojmë edhe sot nëpërmjet RTSH Korça. Ai quhet Volunteja, është një aplikacion ku të gjithë ata që kanë interes të angazhohen në aktivitete vullnetare, mund ta shkarkojnë në telefonat e tyre dhe të regjistrohen. Për këtë ne do të kemi dhe disa video orientuese që do t'i ndajmë me publikun për t'i orientuar. Kemi qenë në bashkëpunim me organizata të tjera lokale në qytetin e Korçës dhe me institucione të tjera, me aktor lokal, sepse ky nuk është një aktivitet që i takon vetëm Dorcas Albania, ka nisma të ndryshme vullnetare që ndodhin në qytet. Qëllimi ynë është që ne të koordinohemi dhe në faqen më të re të website-it të Dorcas Albania, të cilën gjithashtu keni mundësi ta vizitoni, mund ta gjeni në rrjetet tona sociale, aty ne do të shpallim nisma të ndryshme vullnetare, nevoja të ndryshme për vullnetar në qytetin e Korçës dhe nëpërmjet aplikacionit të gjithë ata që regjistrohen aty mund të përzgjedhin nismat në të cilat duan të angazhohen. Mendojmë që është një nismë shumë e mirë, të cilës do t'i bashkohen gjithmonë edhe më shumë njerëz të cilët kanë dëshirë për të bërë pjesë apo të dhurojnë nga vetja në aktivitete të ndryshme vullnetare në qytet. Ne ju ftojmë të jeni pjesë e këtyre aktiviteteve kaq të bukura, në të cilat na janë bashkuar shumë shkolla të qytetit dhe të qarkut të Korçës, gjithashtu dhe nga Tirana, ashtu siç ju thash në disa aktivitete ku janë prezantuar ide prej tyre për të bërë një ndryshim në komunitetin e tyre, veçanërisht për njerëzit në nevojë. Volonte synon të forcojë kulturën e vullnetarizmit dhe të krijojë një rrjet aktiv qytetarësh të angazhuar për solidaritet dhe zhvillim shoqëror.